Ju falenderoj. E cila është një ëndër, po them, për të procesit akademik që ka ato, pasi fëmijët. Përshëndetje, për mua është kënaqësi që jam sot këtu, sepse është një nismë jashtëzakonisht e bukur. Dhe uroj të kemi një fillim sa më të mbarë. Përshëndetje të gjithëve, Mimoza Çuçi, mësuese arsimit fillor në shkollën Kiço Blushi, këtu në Tiranë. Fal këtij projekti, nxënësi do ta shohë mision më motivues për nxënësin. Uroj që kjo nisëm të përhapet marrin të pushimet, e din që fëmijët e tyre janë diku qetë. Gati. Ashtu siç duhet dhe vetëm njerëzit që kanë dëshirë mund ta bëjnë këtë. Shumë faleminderit dhe shpresoj që të keni sukses. Përshëndetje të gjithëve. Jam Benard Sheu, kryetari i Këshillit të Prindërve të Tiranës. Mendoj që prindrit duhet të jenë shumë aktiv në shkollë, duhet marrin pjesë aktivisht në jetën sociale të shkollës. Ndaj këto iniciativa si kjo e sotmja, janë iniciativa shumë të mira, të cilat e para ndihmojnë prindrit gjatë sezonit veror, edhe për arsye ekonomike, sepse ka shumë prindër që janë të detyruar të punojnë në këtë periudhë para se të marrin pushimet. Ndihmojnë gjithashtu dhe fëmijët, sepse është një lloj formati tjetër shkolle. Dhe janë ato lëndë që për ne janë shumë të rëndësishme, arti, muzika, sporti, po edhe ndoshta puna në grup është një diçka që duhet të prioritet, sepse është një format që ne duhet ta testojmë, duhet ta promovojmë në shkollat tona. Përshëndetje, Agil Tragalaçi, profesor i prindërve të shkollës Lazut Përndeci. Mendoj se do jetë një gjë shumë e mirë për komunitetin e kësaj shkolle. Ju falenderoj të gjithëve. Nderuar zonjë i arsimit të Shqipërisë, edhe prindër edhe të dashur fëmijë. Kur i pyesin çfarë ju ka mbetur në mend nga fëmijëria, thon shkolla verore. Dhe mund të artikulojnë çfarë përfitimesh konkrete kanë pasur nga shkolla verore. Kështu që për ne, si një organizatë që kemi në vëmendje mirëqenien e fëmijëve prej 26 vjetësh në këtë vend, ideja e këtij projekti ishte kaq në përputhje me misionin ton sa që nuk u menduam shumë gjatë dhe ne mezi po presim që së bashku me të gjithë këtë ekip të krijojmë kujtime të bukura për fëmijët. Faleminderit. Faleminderit. Në fakt ne kemi kohë që punojmë me një grup qendror me ekspertët më të mirë. Bashkëpunimin dhe injektimin te grupmosha të ndryshme të nxënësve, pikërisht këto aftësi kaq të nevojshme për jetën. Një rol të rëndësishëm në promovimin e programeve të reja kanë edhe prindrit, bashkëpunimi me ta. Përgjatë gjithë këtij viti, ne kemi fuqizuar edhe më shumë bashkëpunimin e trinomit më të rëndësishëm brenda edhe jashtë shkollës. Mësuesit, prindrit dhe nxënësit. Dhe e kemi fuqizuar në disa aspekte. E para, duke u kujdesur edhe më shumë në të gjithë organizimin e këshillave të prindërve mbi bazë
kombëtar dhe në nivel gjithashtu lokal, deri në nivel shkolle dhe klase. Është e rëndësishme që ky bashkëpunim jo vetëm të fuqizohet, por edhe të mundet që të përcjell brenda institucioneve shkollore dhe jashtë tyre, pra jashtë perimetrit të shkollës, në komunitet, ide të reja të cilat ne t'i përcithim dhe të mundet t'i zbatojmë së bashku. Shkollat tona duhet jenë struktura të cilat ofrojnë shërbime gjithditore. Ka ardhur momenti që me përmirësimin që i ka ndodhur sistemit arsimor dhe që po i ndodh dita ditës, me këto shkolla moderne dhe me investimet që po bëjmë në vazhdim, me investimet në laboratorët digital, laboratorët smart, me investimet në laboratorët e shkencave, me investimet në palestrat dhe terrenet sportive, me përfshirjen e programeve ekstrakurrikulare, sikurse është programi Art Zeje, me përfshirjen e programeve si Toka ime në shkollë, me ekipet sportive në shkolla, me programet e reja, por edhe me rolet e reja që ne kemi përfshirë në shkollë, sikurse janë mësuesit koordinator për orientimin në karrierë, mësuesit koordinator për zhvillimin e cilësisë së shkollës. Dhe me të gjithë bashkëpunimin që ne jemi duke krijuar dhe duke e fuqizuar çdo ditë më shumë me prindrit, me nxënësit dhe me vetë mësuesit, ne tashmë bëhemi gati edhe për programe të reja që do t'i përfshijmë dhe për cilat jemi duke punuar, sikurse është programi tërditor apo after school, pas shkollor, dhe programi i ushqimit në shkollë, i cili është një prej programeve më të kërkuara dhe që ne jemi zëtuar që ta fillojmë këtë program duke u fokusuar tek bashkitë Qëndërqarku e mëtej duke e zhvilluar dhe në bashkitë të tjera. Jemi duke punuar për të parë mënyrën më të mirë se si mundet që ta zbatojmë këtë program, i cili në thelb të tij, si qëllim parësor, ka mbështetjen e vazhdueshme të nxënësve tanë, duke garantuar që shkolla të jetë një shkollë e hapur, t'i shërbej komunitetit, t'i shërbej arritjes dhe zhvillimit personal të nxënësve tanë, t'i shërbej përforcimit të dijeve edhe jashtë procesit mësimor. Dhe gjithashtu të fuqizoj të gjitha ato aspekte kaq shumë të rëndësishme të punës në grup dhe të tjera aftësi që shkolla duhet që t'i promovoj dhe t'i përçoj, e gjithashtu të gjithë së bashku ne duhet që të bëjmë për ta pasur shkollën mjedisin ku jo vetëm mësohet, por mbi të gjitha edukohet, e patjetër argëtohet dhe sigurisht zhvillohet fëmijët tanë. Shkolla verore, e cila do të nisë me njëherë pas përfundimit të procesit mësimor, në datë 16 qershor, do të zgjasë për 2 javë. Është një program i cili është studiuar me ekspertizën më të mirë, duke përfshirë këtu dhe ekspertizë të cilën ne na e ka ofruar UNICEF, tashmë në bashkëpunim me World Vision, dhe dua ta falenderoj Elionën për mbështetjen, për të garantuar që në këtë program të mirë studiuar, në këto 2 javë ne të kemi mundësi që ta zhvillojmë shkollën verore si një shkollë e cila është e hapur për komunitetin. Fokusi do të jetë tek fëmijët, të cilët janë nga klasa e parë në klasë të 5, por nuk përjashtohen edhe nxënësit e tjerë të shkollës të cilët duan të frekuentojnë shkollën verore në këto 2 javë. Ne do ta pilotojmë për herë të parë shkollën verore. Për herë të parë 1000 nxënës do të përfitojnë nga shërbimet, po mbi të gjitha nga një program i larmishëm në shkollat tona. Janë 8 shkolla në Tiranë, duke filluar nga kjo shkollë ku ne sot jemi këtu, në kombinat, që shkolla Lazkush Poradeci, në shkollën Kosova, në shkollën Andrea Stefani, shkolla Kiço Blushi, në shkollën Avni Rustemi, Emin Duraku,
në shkollën Qazim Turdiu, do të kemi në shkollën në Kamës dhe gjithashtu në një shkollë në Durrës, Eftali Koçi. Pra janë 10 shkolla të cilat ne për herë të parë do të pilotojmë shkollën verore. Me synimin që vitin që vjen ta shtrim dhe në shkolla tjera, edhe për grup mosha të tjera. Por duhet që ashtu sikur se ne po punojmë në vazhdim për të zgjeruar programet e nisura, duhet të kemi gjithmonë mendjen e hapur. Pra, në vërtet, ky pilotim do të jetë në 10 shkolla dhe do të përfshi rreth 1000 nxënës. Por ne do duhet që edhe në këto 2 javë të jemi të hapur për të mirëpritur angazhimin e prindërve, angazhimin e profesionistëve të tjerë, të cilët do duan që përmes aktiviteteve që mund të ofrojnë një muzikant, një aktor, një sportist, pra të ketë sa më shumë larmi dhe sa më shumë figura të reja që i shtohen aktiviteteve të shkollës. Më të vegjël, sepse ka pikturës, klubin e artit, shkolla verore patjetër që duhet të përfundojë në një moment kurorëzimi të gjithë dijeve dhe aktiviteteve që janë bërë përgjatë kësaj periudhe. Pra të gjitha këto aktivitete që ne do të zhvillojmë përgjatë 2 javë në shkollat verore do të jenë edhe një testim për atë që mund përmirësojmë në vitet në vazhdim, por mbi të gjitha do të jetë një përfitim i madh për fëmijët të cilët do të angazhohen në këto shkolla, një përfitim i drejt për drejt i tyre, por edhe i familjeve të tyre, i prindërve, të cilët sigurisht do të lehtësohen për arsye edhe të angazhimit të tyre në punëra, por nga ana tjetër edhe për faktin që fëmijët duan të kenë në mjedise të sigurta, në mjedise ku ato të zhvillojnë potencialin e tyre dhe të marrin gjithashtu edhe më shumë dije dhe aftësi gjatë periudhës së verës. Sa shumë e rëndësishme është të zhvillojmë këtë bashkëpunim, sikurse jemi duke e bërë, e tregojmë pikërisht këto programe që ne jemi duke iniciuar. Sikurse është shkolla verore dhe sikurse janë dhe programe që ne do të zhvillojmë në vazhdim për të garantuar mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve dhe të gjithë sistemit arsimor përmes investimeve në vazhdim që ne jemi duke bërë. Një ftesë prindërve janë pjesë e këtij projekti të parë që ne do të zhvillojmë për shkollat verore për të regjistruar në këtë ditë dhe sa më mirë për tyre kemi organizuar çdo gjë në detaj deri tek letra e konsentit të prindit për ato që fëmia e tyre dëshirë që mund të ketë prindi për të angazhuar fëmijën në klube të caktuara, por e rëndësishme është që në këto modele të shkollave verore njihen edhe më mirë fëmijët, edhe më shumë prirjet dhe talentet e tyre dhe jam e bindur që jo vetëm që ka përfitime direkte, por këto përfitime janë dhe përfitime afatgjata. Duket sikur është një periudhë e shkurtër 2 javë, por është më se e mjaftueshme për të bërë edhe këtë periudhën e tranzicionit nga një mësim intensiv tek të mësuarit përmes lojës dhe më pas tek periudha e pushimeve verore, ku jam e bindur që ne, duke filluar nga viti tjetër, do na kërkohet që ta kemi dhe shkollën verore më të gjatë dhe unë besoj që me këto struktura të shkollave që ne kemi, është shumë e kollajt që ne t'i kemi të hapura. Tërë ditën edhe në periudhën e verës nuk na kushton, besoj unë, asgjë përveç se kemi përfitime të shumëfishta që dyert e shkollave tona, ambientet e shkollave tona të jenë të hapura për të mirëpritur nxënësit, komunitetin, prindrit dhe për të mundur që t'i vendosin këto investime në funksion të zhvillimit të fëmijëve tanë dhe të edukimit të tyre. Edhe një tjetër informacion që besoj që është i vlefshëm, në ekipet e shkollave verore, në këto 10 shkolla, kemi vendosur që të kemi edhe një psikolog apo punonjës social, pjesë të stafit
i cili do të merret me aktivitetet në shkollën verore, do të kemi infermierin dhe gjithashtu dhe oficerin e sigurisë për të patur një ekip multidisiplinar që kujdeset, që ofron dhe garanton sigurinë dhe gjithashtu që zhvillon pastaj së bashku me mësuesit të përzgjedhur dhe të trajnuar në këto shkolla të gjithë programin e larmishëm, edukativ, kulturor, artistik, dhe gjithashtu të gjithë këto aktivitetet dhe klube në mënyrën më të mirë të mundshme dhe me standardet më të larta që shkollat verore të ofrojnë pikërisht këtë mundësi të re për nxënësit tanë. Faleminderit. Po, është një projekt shumë i bukur dhe më shumë për fëmijët që të jenë tamam në kujdesin e dikujt se kanë shumë nevojë. Mendimi im do ishte sikur të zgjaste akoma dhe më shumë. Po jam vërtet shumë e kënaqur me këtë projekt sepse është një iniciativë shumë pozitive dhe pse aktivizon goxha fëmijët në këtë kohë të lirë që të merren me diçka krijuese, mos të humbasin kohën duke ndetur nëpër iPad-a, telefona në shtëpi, kështu që është shumë pozitive për ne prindrit. Sidomos ne që jemi në punë dhe s'kemi kohë t'i aktivizojmë. Është një mundësi shumë e mirë për fëmijët, jam shumë e lumtur që fëmia im do jetë pjesë e shkollës verore, do kënaqet me aktivitete të ndryshme dhe shpresoj shumë që t'i kemi dhe në vitet e ardhshme. Shumë faleminderit. Jam shumë e gëzuar për këtë projekt, që vajzat marr pjesë në këtë aktivitet. Në aktrim, në kërcim, është një eksperiencë shumë e bukur. Shpresojmë që edhe vitet e tjera të shtohet edhe më shumë, edhe në shkollat më të tjera. Fëmijët do kënaqen, gjithashtu edhe prindërit do kënaqen dhe jetë një eksperiencë fantastike.